Jemi rikthyer në studio dhe ashtu sikur si ju thash, do flasim tani për një temë që lidhet me ushqyerje. Do flasim për urinë emocionale që shumë prej nesh e kanë hasur në faza të ndryshme të jetës. Mjafton të themi që ka njerëz të cilët mendojnë se shëndoshen pa ngrënë asgjë, ashtu sikurse ka edhe njerëz të cilët pohojnë se situatat e vështira të jetës së tyre, momentet emocionale, anksioze, stresante etj. Gjejnë një farë ngushëllimi, nëse mund ta quajmë kështu, duke te ngrënë. Do flasim për këtë, së pari se si mund ta dallojmë që është thjesht një uri emocionale dhe nuk janë sinjale që trupi ynë na i jep sepse na ka marrë uria ose se vërtet na hahet diçka. Gjithashtu do të propozojmë edhe produkte apo mënyra se si mund t'i shtojmë dietës tonë, regjimit tonë ushqimor, një grafik të shëndetshëm për ta monitoruar dhe për ta mbajtur nën kontroll këtë urinë emocionale që jo vetëm nuk zgjidh asgjë, por nga ana tjetër mund të përkthehet në nën pesh ose në mbi pesh. Alken Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar Neranzi, është me mua në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Po, si gjithmonë dihet është shumë kënaqësi e madhe sepse janë tema interesante dhe gjithashtu në fokus shëndetin, por dhe situata ditore që zakonisht të ndodhin. Po. E përmende goxha mirë në fakt për sa i përket urisë emocionale që lidhet ose me nën peshën ose me mbi peshën, por dhe si ta identifikojmë atë. Pikë së pari, uria është një gjë natyrale, është normale që ne të kemi uri. Po, patjetër. Ndoshta jo, le të themi, manifestuar në këtë formë urie që tashmë vitet e fundit ne e kemi më të seksuar akoma, sepse pra, në vitet e fundit është bërë më i vështirë këmbimi i rezervave energjetike që trupi jonë përdor, që do të thotë ne kemi rezervat jamore, të cilat janë burim energjie. Në momentin kur ne nuk furnizojmë më me ushqim nga konsumi i produkteve ushqimore, pra nuk bëjmë mastikim dhe nuk vendosim ushqim në stomakun ton, atëherë trupi ka pak sa të vështirë ta konvertojë, le të themi, këtë burim energjie, këtë substrat nga ushqimi dhe të përdori rezervat yndyrore. Kjo për hir të arsyeve të ndryshme, sociale, kulturore, etj, plus edhe industrializimi i të gjitha produkteve të cilat përdorin aditiv ushqimor që e bëjnë më të vështirë përthithjen e ushqimeve dhe ngesjen e tyre në përparetet e zorës së holl, duke qenë se nuk jemi të përshtatur për t'i tretur ato aditiv. E kuptoj. Por si të identifikojmë këtë urim? Pikë së pari, janë disa raste të ndryshme. Ne zgjohemi në mëngjes. Kur zgjohemi në mëngjes, është e shëndetshme që të ndjejmë një farë urie. Kjo uri mund të vijë nga mbingrënia ndoshta në darkë dhe trupi ka ngecur, le të themi, në sasi të lartë insulinës, ku më pas në mëngjes janë zbrazur rezervat e sheqerit në gjak, duke qenë se insulina është në nivelet të larta, mund të kemi bërë aktivitet fizik, ndoshta mund të kemi konsumuar edhe shumë karbohidrate, apo edhe kemi ngrënë dhe shumë vonë pas orës 7 është ajo ideale që rekomandohet, por në këtë stin mund të shtyhet edhe në 9, duke qenë se aktiviteti ditor zgjatet. Kemi rastet e tjera më pas kur ne ham dhe prap kemi uri. Këto janë rastet e cilat mund të lidhen dhe me insulin rezistencën, por kemi edhe rastet e cilat jemi të ngopur, ama vazhdimisht duam të ham diçka. Nuk ndalemi edhe nëse ham përsëri dhe ndjemi të ngopur, por kemi dëshirën për të ngrënë. Dhe kjo është pikërisht uria emocionale, të cilat lidhen me faktor psikologjik, por edhe me mikrobiotën intestinale. Ndonjëherë, po, do filloj të shpjegoj. Si ta menaxhojmë, po, kjo është ajo që jam kurioze të di, po. Fatmirësisht Neranzi sill produkte të ndryshme ushqimore dhe ne i kemi marrë disa herë këto produkte, për shembull kimchi e kam shpjeguar shumë herë, por këtë herë kimchi e kam sjellë në këtë paketimin kaq të madh, i cili vjen në këtë formë. Është dhe i ngrirë në fakt, mund të dallohet. Po, dallohet nga veshja e paketimit. Që të duket akoma edhe më mirë. Si shërben kimchi në këtë rast? Çfarë roli luan? Ne zakonisht, unë kam sjellë në studio produkte të kimchit nga Neranzi, të cilat kanë qenë në formën e konservave, të cilat ndryshojnë shumë nga forma e freskët e kimchit. Kanë të gjitha atributet, antioksidantet, benefitet, polifenolet, vlerat ushqyese, komponimet aromatike dhe volatile, të cilat janë një front i parë lufte ndaj radikaleve të lira, por shumë më ndryshe nga kimchi i freskët dhe i ngrirë. Ky është kimchi i realizuar në formë tradicionale, pra nuk ka asnjë dorë, le të themi, industria në modifikimin e recetës artizanale, pra le të themi është kimchi artizanal, i cili praktikisht në momentin që fermentohet dhe mbaron fermentimi, ku të gjitha sheqernat që lakra mund të ketë konvertohen
në komponent të ndryshëm, qoftë probiotik, prebiotik, apo element të cilat janë dhe vitaminat dhe mineralet, ku më të rëndësishme ndaj vitaminave mund të përmendim vitaminat e grupit B, sepse ato janë kryesorja që le të themi dalin në shesh gjatë momentit të fermentimit, sepse marjaja bën autolizën dhe nxjerr vitamina si B1, B1, B6, B12, që janë shumë esenciale qoftë për shëndetin mendor, por edhe për zhvillimin e reaksioneve të ndryshme metabolike. Dhe gjithashtu shijen e ka edhe më të plot. Është një lloj si të marrim një soda industriale dhe një soda të realizuar në shtëpi në saj të fermentimit, që po prapë kjo mund të një temë tjetër që mund të realizojmë si të bëjmë pijet gazuara në kushte shtëpiake me erëza të ndryshme. Dhe në fakt shijen e ka akoma dhe më të plot, por rëndësia e tij është pikërisht tek mikrobiota intestinale. Ne jetojmë me parapërsisht 3 kg baktere çdo ditë. Vërtet? Po. Okej, do më thënë kur të peshohemi të heqim 3 kg, si jemi ne, janë 3 kg baktere. janë baktere. Pra gjithë mikrobiota jonë intestinale peshon parapërsisht 3 kg dhe kjo thekson rëndësinë se sa shumë duhet të kujdesemi për këtë masë. Është një lloj si një kafshë shtëpiake, le ta themi që çdo herë duhet të kujdesesh. Dhe duke konsumuar produkte probiotike të tilla, atëherë ne japim mundësi kësaj mikrobiote intestinale që të jetë gjallë, të jetë vitale, të jetë e shëndetshme, dhe duke qenë e tillë, atëherë dhe këto, le të themi, sinjale, transmetimet neurologjike si hormonet të ndryshme, por edhe ato hormonet të cilat janë përgjegjëse për lumturinë tonë, të arrijnë që të formohen edhe të kalojnë atë barierën, le të themi, tru-gjak. Sepse është e rëndësishme që komunikimi ndërmjet zorrës dhe trurit të jetë efikas, eficient, dhe ne kemi një aks, pra një lloj si një bosh i gjatë dhe i madh që komunikon shumë qartë, shumë pastër, por normalisht duhet mirëmbajtur këto dy kontakte komunikimi me njëra tjetrën. E kuptoj. Dhe duke bërë këtë gjë, atëherë ne menaxhojmë edhe dy hormone shumë të rëndësishme, ghrelina dhe leptina. Ndonjëherë ne nuk ham thjesht sepse jemi të stresuar, ne ham sepse kemi të bëjmë edhe me faktin e disbalancës së këtyre hormoneve. Ghrelina është përgjegjësia për urinë, i cili është një hormon që prodhohet në zorrën e trash, ndërsa leptina është një hormon i cili prodhohet në gjendrat yndyrore tona, që është përgjegjëse për ndjesinë e ngopjes. Në momentin kur këto të dyja nuk funksionojnë me njëra tjetrën, atëherë ne nga ana tjetër ghrelina thot unë kam uri akoma, sepse nuk është duke u prodhuar, dhe leptina thot unë nuk të them je i ngopur sepse s'po funksionoj. Ja, kështu kemi përkthyer edhe dubluar edhe një dialog mes të dyja. Mes dy hormoneve. Okej, Alkend, do të doja të prezantonim sa më shumë produkte nga këto që kemi këtu, sepse jam e sigurt që shumë prej nesh, jo për jetë, po në momentet caktuara i kemi këto fazat e luhatjes, pra le të themi që energjinë na duket sikur e shkarkojmë të gjithën duke konsumuar diçka dhe gjejmë një farë ngushëllimi, që është i gabuar, kështu që më thuaj çfarë do themi tjetër. Do vazhdojmë me Anaton. Çfarë është kjo? Pikërisht kjo këtu. Anato. Anato? Po. Okej. Është një produkt goxha famoz në traditën aziatike, që po prapë dhe kjo si kimchi, rolin kryesor apo fokusin e ka tek probiotikët. Vjen në paketim të tillë, është i ngrirë. Ato janë në vasketa, janë 4 të tilla të brenda. 4 vasketa, nga 40 gram secila. Praktikisht këto janë soj. Po. Pra, bima e sojës, e cila është fermentuar në temperaturë 40 gradë për një kohë të caktuar, e cila në momentin e hapjes duhet edhe trazuar mirë dhe formon një formë viskoze, mucilagenoze, ndonjëherë elastike, që disa mund ta pëlqejnë, disa nuk mund ta pëlqejnë, por ama janë të pasura me këto profilet ushqyese që ne përmendëm edhe për kimchi. Dhe konsumohet kështu në formën e saj apo i shtohet sipas dëshirës, pra ose mund ta konsumosh kështu si një snack. Ja, kam fjalën, ka një shije të pranueshme? Është e pranueshme, është shije e fermentuar që është umami, shumë e shijshme, një lloj si, pra imagjinojmë fasulet në steroide. Aha, tani mos e komplikoj. Janë shumë të shijshme dhe goxha të shëndetshme. Një lloj siç ka veprim kimchi, një lloj kanë edhe anatot, të cilat janë të pasura me probiotik dhe balancojnë pjesën e hormoneve tona. Bukur. Duke qenë se ato janë kryesore për këtë urinë emocionale. Sado, sepse stresi që ne kemi ditor, pra uria emocionale që flasim, mund të jemi të stresuar, të niveli kortizolit. Kortizoli më pas bllokon kalimin ose prodhimin e hormoneve të ndryshme, sepse ka veprim represiv.
dhe nga këto më pas disbalancohet zora e trash dhe ku vlen të kapet më mirë uria emocionale, vlen të kapet e shëndeti zorës trash. Kështu që pa diskutim, në rastet më pas edhe me psikolog, me... Sigurisht, është shumë dhe psikologjike, megjithatë ne... Pra nuk duhet të kemi turp edhe të bëjmë terapi me psikologun. Absolutisht, jo. Janë të lidhura së bashku. Kështu që nëse bëjmë dhe një kombinim ushqim me një profesionist të fushës, atëherë kemi bërë atë zgjedhje e mesme e ardhë, le të themi. E mesme e ardhë dhe një rezultat do të ndihet. Neranzi ka dhe produkte të tjera në fakt, janë goxha interesante, dhe është susami i zi, ose gjalpi i susamit. Është këtu. Është tahini i zi, me pak fjalë. Ne njohim tahinin, si tahini ai origjinali ose tradicionali në atë formën e ngjyrës të qumshtit paksa kaf i lehtë e tjerë, pra varet nëse susami është i tostuar apo jo, dhe tahini me çokoladë që Neranzi ka kudo në të gjitha pikat e saj, por së fundmi, kohë të fundit, në fakt kemi sjellë edhe tahinin ose susamin, gjalpin e susamit të zi. Dhe në fakt dua të përmend këtë pjesën këtu, nëse e shohim, këtë shresën e ndarë që është në formë ujë. Po, e dallojmë. Në fakt kjo nuk është ujë, kjo është yndyrë. Ja, mund të dalloj shumë qartë tani. Poshtë saj është ajo pra gjithë pjesa këtej kremoze. është mas susami, ndërsa pjesa këtu është yndyrë. Nuk është e pashëndetshme. Kjo tregon origjinalitetin apo le të themi mungesën e shtesës aditive në këtë produkt. Sepse në momentin kur nuk kemi shtim të aditive apo nuk kemi influencë të jashtme për manipulimin e produktit, atëherë këto do ishin të përzierë së bashku. Por duke qenë se ka një ndarje të tillë, atëherë do të thotë që tu bëhet fjalë vetëm për susam të zi, të bluar dhe asnjë produkt tjetër. Çfarë vlerash ka ekstra tahini i zi nga tahini klasik, le të themi, në ngjyrën bezh? Tahini i zi ka një, ose susami i zi ka një vlerë të ngjashme ushqimore, ose disa elemente të cilat krahasohen me farën e zezë. Nëse fara e zezë ne kemi thënë që shëron çdo sëmundje përveç vdekjes, për hir të faktit se është e pasur me quercetinën, dhe susami i zi ka një sasi goxha të konsiderueshme të quercetinës, që është goxha e rëndësishme dhe është një nga ato elemente kryesore që lufton radikalet e lira, inflamacionin kronik, vdekjen le të themi konsumimin e qelizave të vdekura në momentin kur trupi jon bën apoptoz, pra kalon në ciklin e konsumimit të qelizave të vdekura, por nga ana tjetër është e pasur edhe me sesamol, këto antioksidantë shumë të mirë që susami ka dhe një element kryesor për menaxhimin e sheqerit të gjakut. Duke qenë se është i pasur me yndyrna të shëndetshme, kryesisht bën fjalë për acidet yndyrore omega, që janë goxha të rëndësishme për të konsumuar, këto bëjnë të mundur balancimin e niveleve të sheqerit në gjak. Sepse kemi të bëjmë me një SVP, pra me një shumëfish të përbashkët të gjithë faktorëve që ne ndikojnë. Pra, gjumi, aktiviteti fizik, influenca e jashtme, presioni, stresi, mikrobiota intestinale, etj. Dhe ushqimi pa diskutim. Dhe të gjitha së bashku më pas kanë një efekt final, e cila është nëse ne do jetojmë një jetë cilësore, apo një jetë e cila nuk është dhe aq cilësore. Dhe duke balancuar sheqerin e gjak, atëherë ne kemi bërë një efekt, le të themi kaskad, duke mos prodhuar më tepër insulin, duke mos rritur dëshirën për të konsumuar më tepër, duke konsumuar aq ushqime sa duhet, etj. Dhe do i përmend të gjitha pak a shumë shpejt e shpejt. Po, në 2 minuta, sepse këto në fakt kisha më tepër dëshirë. Janë dhe produkte që i kemi folur. Sepse janë produkte që xha i kemi përmendur, por që vlen të rithuen përsëri. Dhe bëhet fjalë për mungon filizat e fasuleve, që janë faza fillestare bimës të fasules, ku vlerët ushqyese janë edhe më të larta, por kasi të pasura të fibrave që po prap ushqejnë bakteret e mira të zorës, pra mirëmbajnë të 3 kg baktere, dhe njëkohësisht ofrojnë balancim në nivelet e sheqerit në gjak. Shumë shkurt, edhe bambut, më duket, po. Atëherë janë shkopa bambuje, që po prap mund të përdoren me të njëjtin efekt si filizat, edhe për vlerat ushqyese dhe për fibrat, por edhe për të balancuar sheqerin e gjak, dhe një zvendësues, le të themi, deri diku i denj për sa i përket mishit të pulës, duke e skuqur ose kavërdisur në tigan me shumë pak vaj, për të imituar atë teksturën e mishit të pulës për të gjithë ata që janë edhe vegan. Kështu që Neranzi këtë ka në fokus, është pioner i produkteve të shumta ushqimore, të cilat nuk lejash asnjë kategori njerëzish. Berberina, shumë e famshme në fakt, është bërë kohët e fundit, trend, dhe berberina ndikon drejt për drejt në insulin rezistencën. Pra, ndikon se si funksionon ky mekanizëm, duke qenë se ka të njëjtat efekte siç
ilaçet që të gjithë ata që kanë probleme me diabetin tipit 1 apo tipit 2 e kanë të bëhet fjalë për metforminën. Dhe berberina është ngjashme me këtë Dhe medikament. me një fjali të lutem, dy produktet që kemi. Fasulet jeshile që janë bizeret jeshile, të cilat janë një burim shumë i pasur proteinik, dhe sa më shumë proteina të konsumojmë, aq edhe më tepër të shëndetshëm jemi, gjithashtu edhe fasulet, që janë një burim shumë i pasur proteinik dhe quhen ndonjëherë proteinat e varfërve, duke qenë se janë dhe jo shumë të kushtueshme. Gjithashtu dhe shurupi i panjës, që po prap, edhe pse është i ëmbël, absolutisht që përsëri vlen të jetë në shportën e produkteve tona për të konsumuar, sepse nuk duhet të kemi frikë nga sheqeri, duhet thjesht i kombinojmë në mënyrën inteligjente. Sigurisht duke zgjedhur produkte cilësore nga Neranzi. Patjetër, dhe ne këtë e themi dhe e theksojmë vazhdimisht, sepse e dim shumë mirë që një pjesë të mirë të brendeve të produkteve që kemi këtu, të cilësisë së tyre dhe të gjitha ato detajet e rëndësishme që certifikojnë një produkt, i gjejmë vetëm tek Neranzi, duam te ju do vim, kështu që Alken, faleminderit për kohën, informacione, gjithçka që na sjell çdo javë në Villa 24 për ne dhe për publikun. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Tani kemi publicitet, Villa vazhdon me një tjetër të ftuar.